Në kulmin e sezonit turistik, Saranda Avion të përballet me flukse të larta vizitorësh, ndërsa siguria, rendi dhe menaxhimi i lëvizjeve janë në fokus të institucioneve. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari, Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha dhe Drejtori i Policisë së Shtetit Skënder Hita zhvilluan një inspektim në Sarandë për të parë nga afër masat e marra për mbarvajtjen e sezonit. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha vlerësoi treguesit pozitiv të sezonit veror, duke veçuar rritjen e numrit të vizitorëve të huaj, por edhe rezultatet në drejtim të sigurisë dhe menaxhimit të sezonit. Ne jemi në kulmin e sezonit veror dhe është një sezon i cili karakterizohet nga shifra shumë pozitive, jo vetëm sa i takon hyrjeve të vizitorëve të huaj, që është një kënaqësi natyrisht për ekonominë dhe për turizmin, por në radhë parë njëherë për shifra që lidhen me sigurinë, që lidhet me mbarvajtjen e sezonit, me gjithë mirë administrimin, mirë menaxhimin dhe me siguri, e gjithë kjo nuk vjen rastësisht, është fal një koordinimi, bashkëpunimi dhe një themi gatishmëri e përkushtimi në nivel shumë të lartë nga Policia e Shtetit natyrisht, nga organet e vetëqeverisë vendore dhe nga gjithë të tjerët, gjithë ne, në këtë rast edhe turizmi, edhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe gjithë strukturat e tjera, të cilat janë në mbështetje të një sezoni sa më pozitiv dhe që shifrat e tregojnë tashmë e vërtetojnë që jemi në nivelet më të mira të mundshme. Unë i falenderoj të gjithëve nga ana e Ministrisë Turizmit, Kulturës dhe Sportit për gjithë sa bëni dhe për gjithë forcat tuaja në terren, për gjithë ekipet dhe për suksesin e këtij sezoni. Për Ministrin e Brendshëm Besford Lamallari, sfida kryesore mbetet ruajtja e rendit dhe sigurisë në një periudhë kur qytetet turistike përballen me një numër të shtuar banorësh dhe vizitorësh. Ne kemi 3 mesazhe kryesore si Ministri e Punëve të Brendshme. Së pari, siguria e jetës së qytetarëve dhe turistëve. Sa më shumë ato vinë e vizitojnë jo vetëm Sarandën, por gjithë Bregdetin shqiptar, kjo nuk kupton më shumë përgjegjësi për Policinë e Shtetit. Prandaj unë përgëzoj çdo punonjës policie i cili e kryen këtë mision dhe këtë detyrë me përgjegjësi, me profesionalizëm dhe me integritet në shërbim të qytetarëve për të garantuar jetën, shëndetin e tyre dhe gjithmonë çdo turist që vjen në Shqipëri të ndahet me përshtypjet më të mira dhe kujtimet më të bukura nga vendi ynë. Së dyti, nga ana tjetër, sigurisht është shumë e rëndësishme që bëhet e qartë për këto që do lejojmë zero palishmëri. Qoftë në kuptim të aktiviteteve kriminale, palishmëri të ndryshme, ato që kanë bërë me sigurinë rrugore, kudoherë që kërkohet ndihmë nga qytetarët, reagimi i shpejtë menjëhershëm i Policisë së Shtetit është kritik, është i rëndësishëm, sepse pikërisht kjo ndërton dhe besimin dhe perceptimin e turistëve, qytetarëve në tërësi, mbi sigurinë dhe përgjigjen e institucioneve në ankesat që ata kanë. Dhe mesazhi i tretë, sigurisht nuk është detyra vetëm e Policisë së Shtetit, patjetër ka një pjesë shumë të rëndësishme në këtë përgjegjësi, por një turizëm cilësor që kontribuon në ekonominë kombëtare, në kupton dhe bashkëpunimin e gjithë aktorëve dhe prandaj kemi zgjedhur timi këtu së bashku me Ministrin e Turizmit për të bashkuar forcat bashku edhe me profesuesin e Këshillit të Ministrave, prefektin në qark, po ashtu edhe kryetarin e bashkisë, pa profesuesin e pushtetit vendor dhe gjithë bashkë bëjmë të mundur pikërisht që ne edhe këtë vit kemi një turizëm sa më të mirë, sa më cilësor dhe gjithmonë pse jo e më shumë të synojmë numra në rritje të turistëve që vinë nga Korfuzi, nga Greqia, nga Italia, por edhe pse jo e më shumë turistë nga gjithë Europa dhe më gjërë. Kështu që edhe njerë ju përgëzoj për punën që bëni, por edhe ju falenderoj për mundin, sakrificën që bëni çdo ditë. Nga ana tjetër, Drejtori i Policisë së Shtetit Skënder Hita tha se strukturat e rendit janë çdo ditë në Sarandë dhe në zonat turistike me qëllim parandalimin e problematikave dhe garantimin e sigurisë. Saranda është gjithashtu dhe një qytet që do rendin e sigurinë dhe në kuadër të këtyre veprimeve ne jemi për ditë në terren me patrullat e përgjithshme të policisë, me patrullat shqiponja, me patrullat e qarkullimit rrugor, të cilat dita ditës realizojnë dhe kryen operacione policore të cilat sjellin besimin e qytetarëve tek policia. Operacionet policore që ne kemi pasur së fundmi si parandalimi një vrasje, kapja e disa rasteve të armëve të zjarrit, sjell më tepër besimin e këtij qyteti te policia. Ju falenderoj gjithë punonjësve të policisë që punojnë me përkushtim dhe ndershmëri gjatë sezonit turistik, pasi këto janë ditë vërtet me fluks të lartë, janë vërtet ditë ku ne duhet jemi pranë tyre. Me mira vizitorë që vijojnë të mbrijnë në Sarandë dhe në zonat përreth, sfida institucioneve mbetet ruajtja një ekuilibri mes flukseve të larta dhe shërbimit cilësor. Siguria, reagimi i shpejtë dhe toleranca ndaj të palishmes mbeten 3 prej pikave kryesore mbi të cilat po mbështetet menaxhimi i sezonit veror në jug të vendit.